Shumë që çdo ditë të zgjohem para orës 7. Por sa herë bëj, kujtohem për arsyet pse nuk e bëj shpesh. Të dilem nga shtëpia para orës 8, kështu që nuk pata kohë të bëja mëngjes. Prej veten kur nuk gatuaj dot gjë për mëngjes, se më duhet të ha pastaj budallishe jashtë. Ditë në punë duhet të vizitonim 5 vende të ndryshme brenda 4 orë. Të gjitha vendet ishin në Tiranë dhe shiu po binte litar, kështu që mendoni vetë ju çfarë trafiku i frikshëm ishte. Shall herë pasi dola nga shtëpia thash, pse mos të marr një kafe. Të gjithë ata që më njohin e dinë që unë nuk pi kafe dhe kur e pi ndonjë kështu me shumë qumësh në një budallë. Gjenisare kam përdorur fjalën budallallik vetëm në 30 sekondat e para të videos. Kush e gjen fiton gjysmën e pasurisë të Bexhet Pacov. Ju njerëz që nuk po pushon na kanë nxirr jetë. Nëse tani që mendoj më bën të ndihem më mirë fakti që jemi në muajin e fundit të dimrit. Këtë pikë kishte vajtur ora 1 dhe ora 1 do të thotë ora për drek. Një supë që ishte më duket me brokoli, nuk e mbaj mend, dhe një fileto pule me shafran dhe oriz. Këtë pikë kishte vajtur ora 3, kështu që u lam, u shplam, u shqetësuam ja 2-3 orë gati pastaj për të ikur tek seti fotografik i mikut. Ndjesime të bukur se sa pasi ke ndënjur gjithë ditën me rroba serioze, të veshësh një kostum sportiv shumë të rehatshëm dhe nga Kolsi. Video mund ta postoj tani se e ka postuar edhe Alisi, kështu që jojeni. Shumë faleminderit që patë videon deri në fund. Mos harroni të bëni follow dhe likes.